Shpërthimi një bombole gazi në një byr rektore tronditi qytetin e Lezhës mbrëmjen e së dielës. Si pasojë e shpërthimit janë shkaktuar dëme të shumta materiale në 8 biznese ngjitur me vendngjarjen dhe 3 mjete të parkuara, ndërkohë që fatmirësisht nuk pati njerëz të lënduar. Zhurma e krijuar ishte mjaft e fortë, duke shkaktuar frikë dhe panik në zonë. Të shumtë ishin qytetarët që dolën nga banesat e tyre menjëherë. Jam kënë gjumë edhe u tëmë të erash prej kravatit në tokë. Se keq krizë e madhe ishte, si të këra ke bombë. Kur dole në balkon, paq, që ishë thyrë gjamat, paq, policijet, dheri që të biri në ishte grumu dhe thonë Lezhë. Ishte shpërtim i jashtëzakonshëm. Kur ka marrë dorë kisha punë gjithçka. Gërmën e tëre veç pasatet të tana shkojnë 5.000 euro, pa marrë, pa ekspresa, pa gjithçka. Demet janë pa llogaritshme, me thënë drejtën, pavarësisht se ne duhet pranojmë gjatë që familjarët i kemi mirë, por për dama janë pa llogaritshme. Vetëm shpresojmë që dikush do i shohim atë syrin tamam të humanizmit që na ngrin edhe një herë. Për në momentin që na roç s'kemi vetë as fjalë që ta shprehim mënyrën se shprehim dot se sa dhe jemi dëmtu. Nuk dim as vetë masën. Hala nuk dim ku jemi, por presim shohim. Edhe mëngjesin e kësaj të hëne, ajo çfarë ka mbetur pas janë muret të shkatruara, xhama të thyer dhe mbetje të shpërndara kudo. Policia ndërkohë vijon të hetojë shkakun e ngjarjes së rënde, e cila mund të kishte pasoja edhe më të rënda, ndërsa autoritetet kanë nisur verifikimin në terren për të përcaktuar vlerën e dëmeve. Po ashtu, Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial po kontrollon kushtet në të cilat operonte biznesi ku ndodhi ngjarja.